Kjo hëna e spet vendos një diadem në flokët e tu. Kjo hëna e kuqes përkat me lavdi të vjetrin fustan. Teatri të lëgjurmë brenda. Teatri është një dashuri që po e gjete, nuk e lë më dot. Teatri është një fushë që nuk mund të mendosh kur se e nje, pasi hulumtimi drejt tij nuk ka fund. Është sikur të hysh brenda detit dhe ai të luaj me ne. Po çemi tu kesh zotni Pashkoja me. Kërkujt si a thot kur një fjalë vrashme, vetëm humbën. Ti je aktor, është një proces që ti jeton çdo ditë. Nuk jam vetëm ti mund të vështysh të kem pak dashuri për të. Zgjohesh me një ëndër që dëshiron ta realizosh dhe je më e pavarur. Kurse kur je regjizore, pesha është gjigande, sepse ti duhet të zgjidhësh çdo gjë. Sa më shumë personazhe, aq më e madhe pesha. Por nuk i ndaj dot sepse kur futem në atë proces, unë di vetëm të dashuroj dhe të punoj fort. Të vish në fluturi, anën gjenti vëndin ti. Mirëmbrëma nga Këpucët e jetës. E kemi nisur këtë mbrëmje me një mendim të shkurtër rreth artit dhe teatrit nga një aktore dhe regjizore shumë e talentuar, një njeri i bukur brenda dhe jashtë, dhe unë jam shumë e lumtur që ka pranuar ftesën time. Rozi Kostani, mirëmbrëma dhe mirë se erdha. Mirë se të gjeta, është kënaqësi gjithmonë të jesh në studion tënd dhe të bisedosh me ty. Faleminderit. Tani, duke qenë se jemi në Këpucët e jetës, do mbathim Këpucët e fëmirit. Po themi pas në kohë. Nga ato të vogla. Dhe do të shkojmë në fëmirin tënde, e lindur në qytetin e bukur të Shkodrës, por kujtimi i parë fare që të lidh ty me fëmirin. Janë shumë kujtime, por i pari që do ndaje me ne sot. Unë jam një fëmijë që jam rritur me gjyshrit dhe ndihem e privilegjuar në fakt. Dhe do kujtoj një moment shumë kur prindrit e mi morën vendimin të më çojnë në Kopësht. Dhe gjyshja kundërshtonte në fakt, sepse rinim bashkë, bisedonim bashkë. Dhe ma organizonte ditën shumë bukur. Mësoja shumë gjëra. Dhe dua të theksoj që librin e parë që kam lexuar ka qenë Bibla me figura, që në atë kohë ishte ndaluar, por mënyra se si ma serviri ma tregoi si një prallë dhe ishte shumë e bukur. Dhe prindrit kam ngulën shumë që unë të socializohesha, edhe më çuan në Kopësht. Edhe dita e parë në Kopësht, nuk kam për të harruar kur, nuk qava, se përgjithsisht gjithë fëmijët qajnë ditën e parë, u përpoqja të eksploroja natyra të ndryshme, mu duk vetja si një kamera rakus, që t'je shikon nga larg gjithçka, dhe shkova në shtëpi, i thash gjyshës, unë dua të ri me ty. Të kam zgjedhur ty, pra. Të kam zgjedhur ty, sepse mendova nga gjitha ta, ti je ajo që më mëson më shumë gjëra. Dhe si përfundim, prindrit e mi këm ngullën më kotë, edhe unë qëndrova në shtëpi me gjyshen. Deri në klasë të parë. Klasa e parë, pastaj. E mban mend ditën e parë? E mbaj mend, po, e mbaj mend. Si ka qenë? Shumë stresuese. Mbasi për këtë thoshte babi pastaj, ja, prandaj duhet shkoje në Kopësht. Se erdha në shtëpi edhe thash, unë nuk rrit do të ullur gjithkohës. Nuk rrit do shumë orë të rish ullur. Duhet marrë leje për të shkuar në tualet, të zysha, dhe kjo ishte stresuese për mua. Duhet merrje leje. Edhe më duke i kështu një ndjesi shumë e çuditshme që duhet shkosh atje t'i thuash për gjërat e tua personale. Të shkosh të zysha t'ja kërkosh atë. Megjithatë unë e kam pas zyshën e klasës parë, shumë të mirë, jam tek festa abetares, me zyshën time Luke kishte emrin, edhe kam patur edhe komshie, mami e kishte Mikesh, edhe kështu që e kam suportuar lehtë klasën e parë në fakt, por përveç ditës së parë që ka qenë ekstrem stresuese. Unë kam provuar ato penat, unë kam
në klasë të parë. Po, vetëm ai semestri i parë, se pastaj na erdhën ato stirolapsat e famshme. Çfarë stresi të shkruar, diku dilte më shumë boja, diku më pak. Kërkoj që boheshin dhe duart me bojë. Duart, çfarë. Por e bukur, shumë e bukur. Pra, do ta cilësoje fëmijërinë si një gjë e bukur, si një film i bukur. Mbaj mend edhe sandalet, me që jemi tek kucët. Sandalet të bardha, çorapet se nga atko visheshin me çorapet të bardha, dhe sandalet të bardha kanë pas një lule të kuqe këtu, edhe përparsën e zezë. Me zore prisje ato. Momente shumë bukura që kujtohen me shumë nostalgji sot. Roz, në familjen tuaj, përveç prindërve e gjyshërve, ju jeni 4 fëmijë. 4 fëmijë. Tani, nuk e di, kush është më i vogli në familje? Është vllai. Është motra e para, pastaj është vllai, unë jam e treta qerosi, edhe pastaj kam vllai. Dhe si është kur një familje është e madhe, që janë 4 fëmijë, dhe si keni pasur që në fillim marrëdhëniet me njëri tjetrin, ju si motra dhe vëllezër? Është gjëja më e mrekullueshme. Është fat që neve prindrit na kanë dhuruar secilit nga gjinit, pra mua më ka dhuruar motrën, që për mua është gjithçka, më zëvendëson mamin, babin, më zëvendëson familjen e madhe, dhe vllajin, pra ti ke të dyja ndjesit. Nuk ke vetëm një ndjesi që ke ose vetëm motër ose vetëm vlla. Edhe vëllezërit kam 2, akoma më mirë, 2 natyra të ndryshme, 2 karaktere të ndryshme që të pasurojnë. Lidhja ime në fillim nuk ka qenë me motrën, se nga që kam diferencë 4 vite, ne të 4 fëmijët jemi për 5 vite, dhe më dhe na kanë bërë shumë shpejt. Kanë qenë me goditjet shpejt. Dhe pothuajse jemi rritur bashkë në gjithë atë rëmumajmen kur na lante mami edhe i transportonte shkreta, dhe më dhe i kuptoj 4 fëmijë, lante njërin e epte tjetrin, mazë vitet tjetrin. Shumë e bukur, e kujtoj këtë momentin të soba që të mos ftoheshim me kështu, pastaj ushqimi me radhë. Është bukur sepse nuk e ndjeje shumë nevojën e shoqeve, shokëve jashtë, po ne ishim bashkë, krijonim shumë lojra, shumë gjëra dhe jam ndier gjithmonë shumë mirë me familjen. Po, familja e madhe dhe familjet e mëdha për mua janë të mrekullueshme. Unë sot e kësaj dite për hir të asaj familje të madhe, unë organizoj shumë festa në shtëpi, se s'rri dot pa njerëz. Sa bukur. Nuk rri dot, po. I mbledh të gjithë, jam natyrë që dua t'i mbledh të gjithë. I thrasve, dhe kur janë jashtë, po hajdeni pse, se do organizoj një shuaj, të mblidhemi. Pra, shpirti i festës dhe i mbledhjes së gjithëve së bashku. Se si duket ka ngelur nga fëmijëria, kjo tavolinat e mëdha gjithmonë, edhe... Si ka qenë Rozi si fëmijë? Me sa kuptoj, ke qenë rebele pak, disi, e shkathët, e hedhur? Rebele kam qenë dhe kam patur edhe një mbyllje të çuditshme, domethënë kam qenë hulumtuese ndaj ndjesive të mia, perceptimeve të mia me botën jashtë e brenda. Kujtoj kur ra tërmeti në Shkodër, unë kam qenë e vogël, 74, i biqë 5 vjeç, diçka e tillë 5 vjeç, prandaj e kujtoj sepse fillon memoria në ato vite. Unë kam qenë një fëmijë që më pëlqej solitare shumë, më pëlqente të rinte vete, të hulumtoja fenomene, qofte edhe natyrore, dhe kujtoj që zbrisja e para në mëngjes, gjithë familja ishte në gjumë, i zbrisja shkallët me prapanitë se nuk mundesha, që e kujtoj edhe atë procesin, edhe dire kisha i lulishte afër shtëpisë, me shumë lule, dhe unë vdes për lulet prapë sot e kësaj dite, dhe në shtëpinë time kam i verandë plot me lule, dhe i studioja lulit, i pëlqeja format, mënyrat, aromrat, barin, kisha i lidhje me natyrën shumë, dhe procesoja me vetveten. Dhe ra tërmeti, ka qenë e diel, edhe unë kisha dalë gjatë xhiros timet përhershme, dhe familja e dinte se ishte mësuar me këtë procesin tim, hulumtues. Dhe e disa më ka pëlqyer ajo tundja e tokës, ajo dridhja. Më duk një fenomen i çuditshëm. U egzaltova, po pastaj e pash që nuk po rria dot, e kapa një shtyllë. Dhe kujtoj një komshi që u lëriste fort, ik që aty, se kishte frikë mos mbinte në një pallat në gjë. Dhe kujtoj babin tim të shkretin që ka dalë me të mbaturat, si që ka qenë gjumë për të më gjetur, për të më kapur, në poshtë pallatit isha, sa po kaloja rrugën për të shkuar te lulishtja ime. Dhe të gjithë e perceptuan ndryshe
të tmerrshme kështu, kurse unë kam Një fëmijë, aq i vogël është krejt normale, sepse që kam stacione kështu çuditshme të jetës. edhe të veçanta, se janë ato impresionet e para për kur ekspozohesh karshi diçka që ti nuk e njeh. Që nuk e njeh, po. Se sado që ta dëgjosh tërmetin apo çfarë do lloj gjë tjetër, është tjetër perceptim kur e dëgjon dhe tjetër kur e përjeton. Dua t'i ka përcejmë vitet, se është pamundur që të ndalë se cilën prej tyre, por do të shkojmë tani tek Rozi më e rritur. Me sa di unë, familja ka dashur që ti të vazhdoje shkollën e lartë për mjekësi. Për mjekësi jo, motra për mjekësi, për mua babi gjithmonë se nga që unë shkruaja poezie kështu për letërsi, bëhesha një zysh gjuhë letërsie, kishte ëndër. Deri diku i është plotësuar dëshira, sepse pedagoge në Akademinë e Arteve, por kurse si për aktore, ka qenë një luftë e madhe me. Përveç se do ma tregosh pak të pjesën se të gjithë kanë ato luftrat e tyre, luftra për të arritur atë që ti do, edhe ndoshta në kundërshtim edhe me njerëzit më të afërt, por si lindi dashuria për aktrimin tek ty? Po, në familje kemi pasur një tip rregulli që babi na pasuronte shumë me libra. Më thënë, ne kishim çdo javë duhet lexonim një libër, edhe na i përcaktonte ai. Kam pas fatin të kem një bibliotekë shumë të madhe në shtëpi, por ishte dhoma e rrëfimeve. Na fusta aty dhe na i përcaktonte librat sipas moshës edhe. Motra ime sigurisht ka lexuar më shumë se unë, se fëmia i madh gjithmonë përfiton më shumë, se është gjithë vëmendja më e madhe tek ai dhe pastaj edhe lodhen ato të shkretit, unë e treta. Imagjinoj katërt. Jo, kanë qenë. Edhe e shikoja motrën, ajo lexonte dhe qante, thosh, çka ka kjo që qan? Po çaj qan, me pse qani, thoshën. Ikmik, thoshte se kishim diferenca dhe nuk arrija do ta kuptoja unë atë proces të saj. Ajo ishte në gjimnaz kur unë kisha këtë lloj. Unë 8 vjeçare. Unë i lexoja, po nuk kisha ndonjë kështu ndonjë thirrje përjetimi të situatës kaq të madhe. Si duket edhe librat që më jepte babi për të lexuar nuk ishin drejt asaj natyre, ishin më shkencore, më Jules Vernein pafund, gjitha veprat e tij. Edhe lexohesh, okay, atraktohesha, shkonim dhe çfarë bëri babi im atë? Ja kam thënë më vonë, ti vetë më shtyve, sepse ti më zhvillove shumë imagjinatën. Pra unë arrija t'i shikoja. Dhe kur fillova t'i shikoja, kisha nevojë të eksploroja ndjesit njerëzore pastaj. Kur u futa në vit parë gjimnaz, unë rëmbeja librat e verdh që quhen. Librat e ndaluar. Edhe kujtoj Rushën kam lexuar, kështu vjedhur azi. Edhe babi kurse ishte histori dashurie, kështu. Edhe kur ma gjeti më tha pse? Thash se jam adoleshente. E pa që unë kam tendenca rebelizmi. Edhe filloi duke mi dhënë pak me masë, që ma liroj pak atë hapësirën e lexuarit, por ama ai ka qenë spuntoja e parë, filluan poezit, filloi ajo miklimi drejt një bote tjetër. Poezia ka qenë shumë e zhvilluar tek unë, fal edhe babi im shkruan të poezi, edhe nuk e harroj kur poezinë e parë që shkruajta, ja dërgova që ta lexonte, dhe ati ju mbushën syt me lotë, edhe tha, ja, po vion në rrugën time, dhe e lash një pasardhëse, ndje krenar. Bleta ka qenë poezia ime. E mban mend? Jo, nuk e mbaj mend. Është krejt logjike, se pastaj një jetë në sken janë shumë role përveç të tjerë. Shumë, edhe kjo gjë si duket ma ka lodhur i çik kujtesën, ose unë jam si natyrë jo për të mbajt përmendësh fiksi që është aty, po për të marrë kontekstin, për të marrë edhe për të asimiluar brenda, pra për të nxjerrë mësime dhe për ta përdorur ashtu siç të nevojitet ty ajo gjë që ti merr nga ajo poezia, apo nga ai shkrimtar apo filozof. Unë shikoj shumë njerëz që përmendin postulate, po më duket gjithmonë sikur qëndron jashtë teje postulati. Si mundesh ta shkërmoqësh ti dhe ta vësh në veprim postulatin? Kjo është me vështirë. Me këtë proces merresha në të rritë e mi, se tani është bërë rutinë. Tani do të është bërë pjesë e jote. Po, është bërë pjesë e ime dhe bëj në mënyrë të natyrshme. Kështu që spuntoja ka qenë vetëm nga zhvillimi i imagjinatës nga librat që na jepte babi për të lexuar si ushqim shpirtëror, mendor, intelektual. Pra, për të zhvilluar edhe fjalorin. Fjalori gjithmonë ka qenë shumë i pasur, edhe unë gjithmonë në klasë merrja komplimente nga zysha
në analizat e autorëve që bënim e kështu, merja shumë komplimente për pasurinë e fjalore dhe kjo ishte atij lloj edukimi. Dhe si ishte tani vendimi që ti doje të vjen në Tiranë në kur më lind, Universitetin në e vit të Arteve? tretë ka qenë, fiks në vit të tretë, fillova një përfshirje maksimale, fillova të përjetoja fuqishëm, atëherë kuptoja motrën time pse qante për të zonë. Edhe shkoja dhe më ka ndihmuar për të lidhur dhe me motrën shumë. Ky ka qenë spuntoja apo edhe hapja ndaj, sepse nuk kam qenë natyrë që të kem shoqet ngushta të hapem më shumë jashtë familjes, kjo ka qenë e fal edukatës që kemi pasur në familje, që babi donte gjithçka edhe mami të ishte brenda, mos dilte jashtë. Pra çdo gjë që ndodh nuk duhet dalë jashtë. Me zvedi, S'duhet asnjëherë të dilte jashtë një gjë, e kishte parim. Dhe fillova u lidha me motrën edhe i thash unë kam këtë lloj ëndre. Fillova të ndërtoj ëndra. Edhe ëndra ime ishte edhe kur futeshe në përvargjet e poezisë, filloja që të mos kuptoheshin në mënyrë të drejtë për drejtë, nuk doja të isha e drejtë për drejtë, e doja të thoja diçka tjetër nëpërmjet një vargu. Dhe i thash tani të kuptoj pse qaje ti, unë e di, edhe fillova u hapa me të, janë edhe ato ngacmimet e moshës të parat, kur ti ndjen feminilitetin tënd, kur ndjen një shikim që të drithëron, e janë shumë elemente që ti fillon e krijon një botë surreale e mbjell nga realia. Dhe u lidha me të, fillonin flisnin për librat, fillonin flisnin për ndjesitë njerëzore, dhe i thash unë kam nevojë të provoj jetë të tjera. Dhe kjo ka qenë, doja, edhe më rënqet edhe mishe edhe tani, kur them dua të provoj, sepse jeta na ofron shumë pak. Është vetëm një, kështu që si mund ta shumëfishojmë, si mund ta zgjerojmë optikën tonë ndaj fenomeneve dhe proceseve të përjetimit. Edhe i vetmi art ishte i të përjetuarit të aktrimit. Filloi u krijua në lëkurën e personazhit, në këpucët e personazhit. Dhe edhe unë lidhjen me këpucët e kam shumë të fuqishme. Vërtet ka qenë një element në jetën time që e vlerësoja, e doja, sepse krijonte kontaktin me tokën. Edhe unë përpiqem shumë ta ndërtoj kontaktin me tokën. Edhe kur ajo më pengon dhe kur ajo më bën ta depërtoj, apo të krijohet ajo stres që ti të mos e ndjesh dhimbjen që të krijon ajo. Dhe fillova me këtë ëndër ta ndërtoj, por kisha problemin, unë e thash në shtëpi, se kam qenë gjithmonë e çiltër, kemi thënë gjërat. E thash dhe ndjeva një rezistencë. Babi nuk tha jo, më thënë, ai heshti. Vllai, që i kisha më të madh, ai kërceu, jo, thaja, tha, pse, gjyshen e ke pasur aktorët ti, që do na bësh ti aktore, që lidhje ke me aktrimin, pati një shpërthim. Edhe tha, e diskutojmë në një moment tjetër, se ti je në vit të tretë, ke edhe një vit, kështu që unë mendoj që ti duhet fokusohesh shumë te mësimet, ai morali i përgjithshëm. Njerëzit bëjnë një gabim në jetë, mos ia freno dikujt. Një gjë që ti e shikon që e dëshiron. Po e frenove ti e ke rritur dëshirën për ta kërkuar. Do vi një moment që do ta kërkosh se s'bën, se s'del dot nga e bashkë. Ai do rritet dëshira, do rritet akoma më shumë. Kështu mendoj. Mendoj që edhe Shakespeare tek Romeo Julieta, vetëm se ishte ndaluar ajo dashuri, u rrit aq shumë dhe shkoi deri në atë fatalitet. Po të mos ndalohe, ajo mund të merrte trajt tjetër. Do ishte më njerëzore. Po, do merrte trajt krejt tjetër, ato dhe mund të ndaheshin. Edhe do ishte gjithçka normale. Pra pengesat janë ata që e rrisin dhe e zhvillojnë se bëhet shumë idilike. Dhe ke nevojë ta prekësh, ke nevojë ta konkretizosh. Dhe kështu ndodhi edhe me mua. Në vit të tretë, unë fillova ta shpreh dhe pak më shumë tek zysha letërsi, pedagog kam pas në profesor në letërsi, pastaj në vit të katërt, dhe filloi edhe pedagogët, po ja se është e vështirë Tirana, duhet kesh miq, duhet kesh ashtu, duhet të përgatitesh me dikë, filluan më dolën shumë pengesa, ekstrem shumë. Por dëshira ime filloi të rritej akoma më shumë. Ti ka përcet të gjithë. Shumë më shumë. Vllai u bë akoma më i fortë në pengesën. Sa fillon të donte ta binte babin gjithkohës. Dhe unë fillova gjeta një mënyrë për ta dominuar gjithë të energji përjashtuese. Sa po uleshim për të ngrënë,
drekën apo darkën, unë hapja temën. Fjuazia në fyt me pak fjalë. Më vinte në mënyrë instiktive, se siç duket, aty ishte vendi ku ne ishim gjithë bashk, edhe nuk kishte një devijim, për shkak askush nuk do tërhiqej dot, se s'kishte se si tërhiqej, si do hante. Edhe aty e plasja, dhe deri në një pikë sa u bë gati ekzistenciale për mua. E thash, unë o këtë, ose me mua ka gjëra që parashikoj një gjë shumë të tmerrshme. Dhe si duket prindrit e mi, u friksuan nga ky ultimatumi imi edhe u zbutën prindrit. Në fakt, babi me mami nuk është se nuk donin kështu thellë ma plotsonin dëshirën, por vllai jepte argumente të çuditshme, apo edhe siç ndodh zakonisht me këtë profesion që edhe me epitetet e profesionit që paragjykohet gjithmonë. Erdhi puna për të konkuruar, motra ime studionte për mjekësi këtu në Tiranë dhe më ka regjistruar motra. Monologun e kisha përgatitur vetë, ishte pikërisht kjo dëshira ime që kisha në stomak, apo në atë pjesë që është e papërcaktuar si organ. Dhe më regjistroi dhe erdhi la një provim të vetin, edhe më tha, eja, vishu tani, edhe shkojmë se nesër ke konkursin. Vlla ishte aty dhe nuk qa do të thot energjia vertikale. Heshti, çuditërisht. Unë u vesha edhe hipëm trenit, se me tren në ato kohë, edhe erdhëm në Tiranë. Dhe të nesër kam shkuar në konkurs, si një zog i trëmbur, s'kisha parë kur as një studio. Teatr kam ndjekur vazhdimisht në Shkodër, absolutisht, se prindrit e mi ndiqnin teatr, madje kishin kostum të veçantë për teatr. Po, shumë e bukur, ka qenë një detaj që unë e ruaj në kujtesë gjithmonë, dhe po studiot nuk i njihja dhe edhe kjo gjë më ka bërë si duket të jem më organike në konkurs, sepse nuk e kisha të përgatitur çdo gjë, pra isha vetvetja, nuk kisha krijuar koracat e falsitetit apo dhe të klisheve që shpesh ndërtohen. Edhe është vështirë ta kuptosh kush është vërtet ai person që unë kam përballë, pa koracën që i ka dhënë Jeri, Rozi apo dikush tjetër. Dhe unë prandaj kam pak problem me studentët që përgatiten, sepse unë duhet të shikoj çfarë ke ti si material. Lëra atë do ta mësosh gjatë rrugës, do bësh 5 vite shkollë, 3+2. Do shkosh tek ajo. Pra do ta mësosh atë, po kur ti e mëson me përdhun për të kaluar konkursin, ajo bëhet më e madhe se sa ti dhe ai të mbulon ty të tërën dhe nuk vetë zbulohesh. Edhe konkursi ka qenë një eksperiencë shumë e bukur për mua, pak e përjetuar si sulle nuvole, si mbire, se folëm edhe italisht. Po, ose është ajo ndjesia, dëshira e madhe, një gjë e panjohur, një gjë që e shkel për herë të parë, edhe kam përshtypjen që ndërkohë që ti flet të shkëlqejnë ende syt, dhe nuk e di pse po të imagjinoja tani sikur ishe në atë moment pikërisht tani. Është shumë e bukur. Por e fitove konkursin. E fitova konkursin. Dhe më pas, ato vitet e bukura të akademisë dhe të vështira. Pastaj vjen një kalvar tjetër, sepse unë kisha dialektin shkodran. Edhe që do të pyesja, sepse nuk e ke, dhe shumë njerëz kur unë pyesja nga Rozi, miq të përbashkët, okej, ata që e din, por kur dikush dilte që nuk e dinte, që ishe nga Shkodra, po si ka mundësi, se nuk ka shprehur asnjëherë një gjë të tillë në komunikim flas. Po. Ka qenë një punë ekstreme, do thoja, se sa po erdha, unë u hasa me këtë vështirësi. Pedagogja e fjalës artistike thotë ti duhet heqësh automatikisht dialektin, por unë isha bërë sa vjeç, 18-19 vjeç me atë dialekt, unë nuk mundesha dot, por prap kthehem tek familja, tek babi, i cili neve, kur shkonim në shkollë, para se të shkonim, ne kishim një tabel në shtëpi dhe ai na çonte të shkruanim, edhe ta thonim mësimin përballë tij. Pra, ai ka qenë manjak për gjuhën shqipe, dhe kjo gjë më ka ndihmuar shumë. Ka qenë më e lehtë. Pastaj unë kisha nevojë vetëm për tingujt. Tingujt që ti kisha të pastra, mos ti kisha hundore të zgjeruara, atë e ot, i kam punuar të gjitha. Dhe të them të drejtën,
kjo punë më ka rritur shumë profesion, më ka futur një fokus tjetër, në optik tjetër në zhvillimin e punës dhe të procedimit të përftimit të këtij profesioni. Mbase në Shkodër më gjykojnë se thonë, ua, si e ndryshoj kjo dialektin e tjerë, jo, unë mundem të flas shkodran që kur të dua unë se e kam në xhep. Sigurisht. Ajo është, pra unë arrita ta mësoj ose ta heq dialektin në komunikim, ta mësoj gjuhën standarde, si një gjuhë të huaj. Kështu kam proceduar. Fiksi një gjuhë të huaj. Çdo gjë nga e para. Duke filluar me alfabetin, me tingujt e alfabetit. Mënyra se si tingëllon dhe ku i kapja, ku e krahasoja. Atëherë në atë kohë edhe sa po u dashurova me burrin që kam tani dhe do të pyes edhe për historinë. Edhe kisha pak më të lehtë se kur dikush të do ti je më i çlirë, dhe nuk kisha komplekse për ta eksploruar tek ai. Edhe i thuaj edhe një herë, çfarë? Edhe ai e thoshte, unë ta kapja tingullin. Pastaj më vonë arrita të dalloj dialektet e tjera, se kur ti ke vetë dialekt, nuk arrin dot t'i dallosh dialektet e tjera. Po, sa i vinte nga Vlora, ai kishte më keq se unë. Por, në thelb, unë arrita të diferencoj tingujt që vinin nga dialektet. Dialektet janë të mrekullueshme, ne kemi pasuri gjigande. Është vend kaq i vogël dhe ka kaq shumë ngjyra. E vërtet. Dhe gradualisht mbaj mend që pas një kontrolli që do na bënte zysha neve pas një jave, unë kisha ndryshuar, arrija të dalloja qët dhe qët, lët dhe dhët, dhe tha, wow, kaq shpejt, por punoja në mënyrë vetë mohuese, që do të thotë që unë zgjohesha në 4, bëja ushtrime plastike dhe pastaj futesha te artikulimi, tek të gjitha zanoret dhe bashkëtingëlloret. Ne në atë kohë s'kishim as për të regjistruar diçka, se sot është më e thjeshtë, mund ta regjistrosh edhe e kupton ku e ke gabimin, por memoria e tingullit arrita të zhvilloj një cilësi tjetër që unë nuk e njihja që e kisha brenda vetës. Dhe kjo ndodh kur e do me shumë shpirt diçka. Po, sepse kërcënimi ishte unë do të ngel nëse ti nuk e mëson. Kështu që unë e falenderoj shumë atë zyrë se më bëri të zbuloj brenda vetës shumë çka. Roz, duke qenë se ke shumë vite edhe je vetë pedagoge në të njëjtën shkollë që mbarove. Si ka qenë momenti i parë kur ke qenë pedagoge aty, në krahasim me tani je ti e rritura dhe duhet mësosh breza të tërë. Dhe personalisht e di, sepse njoh shumë nga studentët e tu ndër vite, që në momentin që përmendet emri yt, të gjithë mrekullohen dhe kanë mësuar aq shumë fal punës tënde dhe për këtë dua të të përgëzoj live. Por momenti i parë, kur shkon, se po i ka përcej pak, po do rikthehem edhe në gjërat e tjera. Momenti i parë kur kthehesh tani më si pedagoge në vendin tënd që e doje dhe e do aq shumë. Në vitin e 4, pra kur ne marrim diplomën, unë kam qenë në një proces, se s'du të mburr veten, por kam qenë goxha një proces të lartë artistikisht, profesionalisht, sa dola edhe një ndër studentët më të mira të kursit, dhe fal edhe bashkëpunimeve që kisha edhe me kurset e regjisë. Pra unë bëja, përveç provimit tim, unë kisha edhe shumë provime të tjera. Pra prakticiteti i atyre gjërave që ti ke mësuar, kur i vën në praktik, ti zhvillohesh akoma më shumë. Marr diplomën dhe menjëherë bëj një audicion për filmin Unë ti dhe Kassandra, pati një egzaltim aty, etj. Okej, e fitova si turbull, se kuptova se çfarë ndodhi, se unë kisha dëshirë të isha tek ceremonia e diplomës në fakt. Edhe pastaj më erdhi një kërkesë nga dekani asaj kohe që bashkë me ish pedagogun tim, Niko Kanxheri, që thonë ne kemi nevojë për një asistente, edhe më zgjedhin, ma ofrojnë si në fillim më refuzova, në fakt, më duk se thash, nuk jam gati, kam frikë, se kush e di se si duhet sillem, s'duhet dal nga vetja, edhe kam pas shumë probleme gjatë gjithë kohës, sepse thonë, po ne nuk të dallojmë dot a je studente apo je zysh, po ç'lidhje ka kjo, sepse unë përfshihem totalisht aty dhe nuk luaj zyshën ta nxjerr diçka nga vetja për ta luajtur, se boll luajtëm në jetë, boll. Nuk më pëlqen shumë të luaj në jetë, më pëlqen të luaj në skenë. Dhe profesori im më tha, po jo, ne do jemi bashkë dhe ti do ta kuptosh mirë filli se çfarë do jetë ky proces.
Dhe unë pastaj bëra një pas universitar në Liban, Rom, Liban. Kjo ka qenë një ndër eksperiencat e mia më iluminuse. Pra në 4 vite shkollë, unë kuptova se dhe kur je larg asaj familje që ti krijon, ti mëson më shumë gjëra. Edhe ti kthehesh si djali plank prishës te familja i thua po, kishe të drejtë kur ma the atë. Më pëlqen ky proces. Edhe e shoh që ndodh edhe me fëmijët e mi edhe me studentat e mi. Me të gjithë. Me të gjithë. Nuk i shpëton dot askush. Askush. Edhe unë këtë e vrejta se ka njerëz që e perceptojnë gabim. Për shkak dëgjojnë atje dhe mendojnë që ky se ka thënë fare ose nëse ka thënë ikër edhe e hedhin poshtë. Jo, nuk e hedh kur poshtë atë që më ka mësuar dhe më ka ushqyer me këtë profesion. Shkova atje dhe kuptova shumë gjëra që këtu ishin thënë, por nuk i kisha perceptuar në kohën e dur. Atje zbulova disa cilësi të mia që se aty je i pambrojtur, duhet ta fitosh vetë. Ne ishim 40 veta, konkurenca ishte e jashtëzakonshme, me shumë shtete. Me italian, francez, maroken, libanez, ishte gjithë mes dheu. Dhe aty ti do shqueshe me cilësit e tua dhe me vetdijen tënde. Pata fatin që gjatë gjithë ushtrimeve, nga plastika ime e lindur, pedagogu të demonstron të ushtrimet me mua, kështu që unë kisha fatin t'i provoja 2 herë ushtrimet, dhe ky është fat. Kujtoj atje, gjatë një detyre që na japin, ne kishim 3 pedagog, ndër pedagogët dhe figurat më të mëdhaja të Italisë, Marco Baliani, Michele Abondanza që punonte në New York, në për filma, në për shkollat më të mëdhaja të Amerikës, dhe Antonella, bashkëshorti ati që ishte dhe balerin, por unë kam mësuar dance teatr nga Aja tek Zhëja. Por thelbin pra një aktor për t'ia shfrytzuar të gjitha aftësitë plastike edhe se si mund ta nxirrte atë histori duke i penguar fjalën. Dhe është gjë shumë e vështirë dhe shumë e bukur. Eksplorim i jashtëzakonshëm, kur ti nuk ke një shqis. Si të lind një shqis tjetër për ta rrëfyer atë çfarë ti ke nevojë. Dhe kjo gjë ma atraktoi shumë. Kishim një punë të jashtëzakonshme. Unë këtu në shkollë jam quajtur sklave e punës, më quanin se punoja fort. Atje, jo, nuk isha tillë. Ato kishin një energji të frikshme dhe mu desh ta zotroja dhe më duhet të rezistoja. Atje kuptova që do të thotë rezistencë fizike mirë filli. Ne punonin nga ora 8 me 8. Në drek ishte një pushim shumë i shkurtër, gjysmore dhe hanim vetëm të njëjtin sanduiç që unë tani sa ha do të më, që ishte me peshk ton. Imagjino. Dhe kuptova rezistencën fizike dhe se si ti mund ta nxjerrësh atë çfarë ke brenda nëpërmjet një shqise tjetër që nuk e ke të njohur. Në një detyrë, se këtu do dalte këpucët, në një detyrë që na jepet, ishte të rrëfenim një histori. Por histori me ngjarje lufte. Ne kishim përjetuar, unë kisha përjetuar 97. Kam qenë në vit të parë dhe kur ndodhi rrëmuja e madhe, jo 97-ën, 91-shin. 97-ën isha në shkollë. I ke kaluar të dyja. I kam kaluar të dyja, jam e lashtë. 91-shin, 90-ën. 91-shin, kur ndodhen ndryshimi i sistemeve. Unë shkollën në Shkodër jam pas tek 28 nëntori. Dhe të gjitha gjimnazët dalin në shesh përballë komitetit partisë të asaj kohe, edhe ne shkolla e fundit se e kishim afër aty. Dalim dhe ishim në fund fare, sa ashtu na binte rradha, dhe gjithë liri demokraci, një egzaltim i madh, ndryshim sistemi, interesante shumë ajo energji, e kujtoj çfarë pathosi. Dhe mua më pëlqejnë revolucionet, jam natyrë rebele, kështu më pëlqen. Edhe kisha lexuar Gavroshin dikur. Prandaj them kam qenë shumë e informuar me njesha një Gavrosh i vogël. Edhe më kishte bler mami një palë këpucë që unë i kisha fiksim të asaj kohe. Kanë qenë një palë balerinka të kuqe me pika, si me vrima. Dhe ishte dita e parë që unë i kisha veshur ato këpucë. Qatë ndodhi? Dhe dolëm të gjithë në shesh, ati këllëciti një pushk,
një tingull i ashpër që s'kam për ta harruar kurrë në jetën time dhe u vrarë Ben Broci. Ishte ai moment, por ne se dinim në atë moment çfarë ndodhi, se ishte turme e madhe dhe nuk kam për ta harruar se si u ngrit si një val deti, ose kështu filloi përfytyrimi im, duke e parë edhe gjithë po vraponin drejt nesh, unë isha me këtë shoqen time dhe e kisha kapur dorë dhe ajo më thotë, hajde mu ikim ose po mua po më pëlqente ajo, po e shikoja si duket artistikisht. Një val e madhe me njerëz, edhe u ktheva duke vrapuar, se më thotë, hajde vrapojmë, na kaloni njerëzit me vrap. Vrapojmë. Dhe duke vrapuar, mua më bie këputa. Si hirushja. Si një hirushë në kohën e kolerës. Edhe më bie këpuca dhe më lindi dilema. Tani mu përfytyrova mamin që kishte dalë nga rradha duke marrë ato këpuca, unë t'i humbja ditën e parë, pa i shijuar fare, jo. Jo, thash, do kthehemi. Thash, vazhdo ti se unë do marrë këpucën. Dhe kthehem për të marrë këpucën, dhe kur shoh përballë meje një shoqe të një klase tjetër paralele me mua, e kishin futur sampistat mes këmbëve dhe godisnin me shkopin gome. Aty më iku fryma, fillova të më ikte forca rëndesës, nuk peshoja më, nuk kisha gravitet më, dhe këtej më vjen një sampis tjetër, se ishin me skafandra, unë nuk u vëm vetëm gojen shikoja, një ulërim, këpucën dorë, këtej ai më la, më vjen ky tjetri këtej, dhe më godet me shkop gome. Po, fatmirësisht, plastikisht jam mirë, nuk është se pata dëmtime, se mund kisha mbetur e paralizuar, se mund të kështylla kurizore, por harku i shpinës më shpëtoi nga një goditje fatale. Dhe kujtoj shokët e mi të gjimnazit që godisnin me gur dhe policët godisnin me pistoleta, mund të ishin pistoleta manovër, ma mermenja, se do kishin vdek gjithë, po ishin gjallë. Edhe kujtoj ndjesin time që ishe, sa e të mërshme ishte të ikte graviteti. Aty kam kuptuar çfarë është graviteti, dhe unë e dua shumë. Kam nevojë për atë. Derisa kaloj në pjacë, kaloj aty pas shkollës në pjacë, dhe ndjej një dorë që më merr që ishte kjo shoj, dhe aty më ka rënë fikët. Pasi e kalova gjithë këtë. Bicikletën. Gjithë këtë rrëfej atje, dhe pati një shokim të gjithë dhe thënë, ne e pam të gjithë historinë. Unë e tregova shqip, sepse gjuha nënës nuk të bënd të humbasësh disa cilësi emocionale. Edhe i thash mund të më përkthej dikush, por ato thanë nuk ishim nevojë për përkthys, sepse kaq shumë e përftuam emocionin sa dhe u bën xheloz. Por kjo ishte fal talentit. Po ishte, aty zbulova që unë kam një forcë tjetër të treguarit, të rrëfyerit, një që e kam këtë aftësi. Dhe aty e zbulova, çuditërisht. Nuk e kisha zbuluar gjatë shkollës në fjalën artistike ku duhet ta zbulosh, rrëfimi tregimit, apo një monologut, apo një poezie, pra ishte formë më klishe e trajtuar. Ajo më bëri të kuptoj që ishe më e lirë, edhe për të eksploruar edhe veten, edhe për të transformuar në një... Pra ti mund edhe ta keq kuptosh atë çfarë merr nga një pedagog. Pra nuk arrin dot të gjesh atë urën e komunikimit, të brendshëm, jo të jashtëm, të brendshëm. Do veshim tani këpucët e dashurisë? Si je njohur dhe si ta ka shprehur ai dashurinë për herë të parë? Unë kam jetuar vitet e shkollës në qytetin Studenti. Në fakt, vetëm kam fjetur aty, sepse isha gjithë ditën në shkollë. Po. Dhe kur vjen në vit të parë, ke shumë dyndje qunash, se të vinë gjithandej, por unë kisha mendimin që unë do zgjedha të për të cilin thjesht do ndjej. Pra nuk do shikoj, por do ndjej. Kështu doja ta zgjidhja. Dhe kisha menduar Princin e Kaltër gjithmonë, se edhe kur lexon shumë libra e mendon jo kështu me këto cilësie, me ato cilësie etj. Dhe duke zbritur për të shkuar në shkollë nga qyteti Studenti, dëgjoj një fjalë, o Zot si qenë si shpirt. Kjo ishte një batutë e zakonshme për ne gocat, se dëgjonim shumë kështu, por mënyra se si është thënë, apo nuk e di, mua më tringëlloi zemra. U bë si një zile e vogël.
Dhe ndodhi dhe thash, o bobo, që ndodhi me mua? Si proces, që ishte kjo ndjesi, çfarë ishte? Dhe me shumë frikë e ktheva kokën për ta parë. Dhe ja ku është. Atëherë ishte me flokë. Edhe ai thot, ti mi ke rrëzuar flokët. Dhe ktheva kokën për ta parë. Dhe thashu, jo, nuk është ky, se kisha përfituar më të gjatë. Në atë kohë preferoja brunën, domethënë doja të ishte. Por ama unë e ndjeja. Edhe falë këmbguljes tim shoqi Landit, falë këmbguljes së tij, se kam qenë natyrë e vështirë, por ka qenë shumë këmbgulës. Pra, unë i kam bërë atë gavetën, atë sprovat. Po si kalove këto sprova, Dhe ja doli mban. Ja doli mban, shumë këmbgulës, priste me orë të tëra, madje një sekretare në shkollë, Merita, ma kujton shpesh sa orë priste Lande atje për jashtë. Po, se ne s'kishim as telefon në atë kohë, se shkolla jonë ishte e çuditshme, ne ishim paradite mbas dite, punonim pas mësimit pra për etydet për të nesërmen, kështu që ishim full time të zënë. Tani, e përmendëm Shkarazi, por një ndër role që të bëri shumë të njohur të paktën në atë periudhë, se më pas ke role të tjera të jashtëzakonshme që do mundohemi nga pak të prekim disa prej tyre, se të gjitha është e pamundur. Është pikërisht tek filmi Unë, ti dhe Kassandra. Dhe e di që ke folur shumë, nuk dua të ndaloj gjatë, por do ndaj një sekret të vogël, po e them për herë të parë edhe unë publikisht këtë gjë. Duke qenë se ëndra ime ishte regjia e filmit, dua të falenderoj edhe Mirën edhe Zhakun në të njëjtën kohë, sepse unë ende kam sot e kësaj dite në bibliotekën time skenarin regjizorial të atij filmi. O, sa bukur. Dhe ka qenë ajo, po them, momenti i parë që më bëri ta dashuroj edhe më kontaktit shumë. me konkretizimin të ëndrës. Shumë e bukur. Nëse unë do të kërkoja vetëm një moment që do të ndash nga të gjitha ato gjëra që janë thënë për atë rol, edhe që ka qenë një thyrje tabu në atë periudhë. Po. Edhe një film mendoj që do vlej edhe në këto kohë dhe do duhet të rikthehet në vëmendjen e adoleshentëve që po përjetojnë një periudhë jo të ngjashme, por ndoshta edhe pak më të egër sepse koha ndryshon. Edhe pak më të egër, ja, e thej shumë bukur. Unë në fakt jam mirënjohëse Zyshmirës, sepse më bëri pjesë të saj. Kam bërë audicionin ditën e marrjes së diplomës, pra nuk isha në fokusin e Zyshmirës, kur isha duke marrë kartonin e diplomës, u bë një ceremoni shumë e bukur në shkollë. Spartak Papadimitri, që ishin bashkë regjizor dhe drejtor fotografie, të cilin dua ta falenderoj pafund, dhe ai më shikon e i thot, Zyshë, pse se provojmë Rozin këtë gocën, se as më njifte. Pse se provojmë, se më duket kështu, ka këto cilësi të sinqeritetit, se ato po përpiqeshin gjeni një gocë shumë të sinqert në qoftë në portret, qoftë edhe në interpretim. Edhe thotë, okej, më merë direkt. Dhe mua, në fakt, nuk doja. Qa do të thotë ndjesia? Se unë doja të rria të shijoja këtë momentin e diplomës. Po jo, do vi pastaj, do vi, Zyshmira, ajde se kishtë dallin e filmit. Ajde shpejt tani, se shpejt të keqen Zysha. Edhe e kam bërë atë audicionin, jo shkeleshko, në mënyrë absolute shkeleshko, por jo me një dëshirë të madhe, mbase edhe perceptimi im ishte qasti. Edhe ishte krejt e sinqertë, se nuk isha mbi ngarkesë, prandaj. Kjo është e vërteta, dhe besoj kështu mund të fitosh gjithmonë. Mos të kesh mbi ngarkesë, mbi vlerësim, por thjesht ta marrësh atë skenar, ta lexosh, edhe të japësh ndjesinë tënde. Çfarë të provokon ty tani? Pra ta besosh sikur po të ndodh ty tani. Vërtet. Dhe atë bëj unë gjithmonë, nuk është të bëj ndonjë gjë të çuditshme. E besoj sikur po më ndodh mua tani. Pra empatin ti duhet ta kesh të zhvilluar po more pjesë në këtë profesion. Empatia dhe altruizmi duhet jetë maksimal. Ndryshe nuk dhurohesh. Dhe ndryshe nuk përcjell dot emocione. Dhe nuk e përcjell si pasojë pastaj. Dhe këtë bëra, nuk e di se si kaq i shpejt ka qenë, Jeri, ka qenë aq i shpejt dhe aq i natyrshëm, sa ato filluan bërtitën gjithë e gjetëm te utën, unë isha e shokuar qa gjetën, kush është te uta, s'dija, dhe më thënë, se s'kisha asnjë informacion mbi skenarin. Pastaj e marrë në darkë, Zysha më thotë që merë skenarin, lexoje e kështu, por ama kështu ka ikë, dhe me zorë prisja t'ikja. Edhe kam ikë me vrap që të shkoja tek kursi im dhe të festonim së bashkë. Roz, përpara se të pyes edhe për dy fëmijët, edhe që asnjëri prej tyre nuk mori rrugën e artit. Por, një parantezë para këtë shoqërosot.
Fjerë, që drojmë pak këtu, pastaj po bëj pyetjen që kisha ndërmend. Nuk e dashur? Jo, s'kam dashur. As vajza as djali të ndiqnin, po pse? Sepse unë kam përjetuar shumë vështirësi, shumë padrejtësi në këtë profesion, edhe se kam kuptuar kur nga erdhën, pse erdhën, qysh erdhën, dhe nuk dua që fëmijët e mi të përjetojnë atë që kam përjetuar unë. E di pse, se ky profesion mund t'i kalosh gjitha vështirësitë vetëm nëse e do fort. Domethënë, kur ajo bëhet pjesë e ekzistencës tënde, atëherë mund t'i përballosh. Edhe unë kam dyshimin që kjo mund t'jetë pjesë e ekzistencës së tyre. Pse? Se ato jetojnë në një kohë krejt tjetër. Dhe kjo kohë nuk t'i ofron ato lloj perceptimesh të forta. Besoj që mungesat, kam lexuar diku që thoshte, arti nuk bëhet kur ti je shumë rehat. Bëhet kur ke dhimbje. Dhimbje. Mos gaboj, ka qenë Oscar Wilde, njëri ndër që e ka. Njëri ndër, edhe Dostojevski. Po kam përshtypjen që as vajza as djali nuk e kanë pasur këtë thirrjen, se po ta kishe si ty, nuk kishen ka të shpëtoje. Ashtu, por jam përpjekur ti mbaj larg. Ata vinë, shikojnë teatr, rregullisht i kam çuar në teatr kukulla gjithmonë që të vegjël për t'i zhvilluar ushqim shpirtëror dhe për të marrë pjesën e mirë të saj. Por nuk kam dashur. Po, në piano i kam futur që të vegjël të dy, vajza e vazhdon akoma, për qef, jo ta ketë. Dhe i bie shumë mirë dhe i kam thënë instrumentit pasuron shpirtin. Domethënë, gjëja që unë i them prindërve që s'ma kanë dhënë mua është pikërisht një instrument. Sepse ti e ke një instrument ku ti mund shkarkohesh. Dhe ja kam dhënë asaj dhe ajo kur shkoj në shkollë në Angli më falenderon. Gjej një kish, një vend ku i bi pianos edhe shkarkon gjithë energjinë negative që mbarset apo gjithë atë mbylljen presionin e shkollës. A ka qenë bashkëshorti xheloz, duke qenë që jene qendër vëmendjes, role të ndryshme, role pikante, ka shprehur ndonjëherë nuanca të xhelozisë për sa i përket punës që ti bën? Vazhdimisht. Pra ka qenë edhe ky një pengesë në jetën time. Unë pas kam lindur të kem pengesa. Këtë kam verifikuar dhe në këtë moshë jam sot, them që po, ky ishte fati im, të kem pengesa dhe si duket unë kështu u zhvillokam. Me pengesa. Pra shqisat e mia vjen në punë kur kanë pengesa më shumë edhe ecin përpara. Kështu që faleminderit Zot, më jep sa më shumë pengesë. Ja, bëj shaka. Ka qenë vërtet gjatë gjithë kohës në formë permanente, sepse ishte edhe profesioni panjohur. I më shoq apo i dashurim në atë kohë ishte tek inxhinieria, ne kishim shkollat shumë afër dhe dinim kur unë kisha orë pushimi dhe ajo shikoshim me sy si ka mundësi, më e goxhe gjithë ato kilometra. Dhe dallonim mesazhin, vinte mesazhi, çfarë do të thotë energjia. Dhe unë punoj shumë me energjinë. Dhe gjithmonë ishte qa ndodh atje, qa bëni juve, po pas skenës, e të rëvërë, derisa unë e merja dhe në për ambientet për ta parë, por prap ishte ndryshe nga gjithë shka që ai kishte përjetuar në jetën e tij. Dhe po të futem në këpucët e tij, tani, edhe futem shpesh, edhe jap të drejtë, se prandaj jam prap me të, them se ka qenë shumë e vështirë. Ai ka bërë një punë shumë të madhe me veten e tij, që ta pranonte, se mos harrojmë, kemi edhe shoqërinë, që ka vë epitete, të vënë gjëra që ti nuk i ke dhe as nuk i ke pasur. As nuk i ke imagjinuar. Edhe është befasuese kjo gjë, dhe kështu që ai është përballur me shumë gjëra që e kanë tronditur. Por të thash pse ne jemi dashuruar është se ka qenë klik, nuk ka qenë nga pamja apo nga një blok me llogari, që ky ka këtë, unë kam këtë. Ne të dy s'kemi pas asgjë, ne kemi filluar nga zeroja dhe për këtë jam krenare, jemi të dy krenar, kemi bërë gjithçka vetë. Por edhe im shoq është një profesionist i jashtëzakonshëm në fushën e tij dhe jemi të dy ambicioz që të rritemi profesionalisht edhe ta krijojmë folen ton me baza të forta, me themele të forta, jo prej kashte, as prej kartoni dhe që të përballoni gjithë. Por sigurisht bashkëjetesa është shumë e vështirë. Sigurisht. Ka fortuna, ka gjëra, është sfidë më vete dhe unë jam falenderuese që ne kemi krijuar familjen. Për mua familja është e shenjtë dhe nuk ka asgjë në këtë botë që mund të ma shembi. As një 11 minutë që asgjë nuk ekziston asgjë. Bukur. Tani, duke qenë se dua të shfrytëzoj dhe momentet
për disa nga rolet apo për disa nga vepra që ti ke vënë si regjizore në skenë, janë shumë të tjera, por unë kam ndaluar në disa prej tyre. Ata hyn pa trokitur. Pyetja ime është, kush hyn pa trokitur sot? Hijet e së shkuarës vazhdojnë të hyn pa trokitur? Vazhdojnë fuqishëm, thjesht kanë ndruar kostum. Bukur. Një tjetër pjesë ku ti je regjizore është kujtesa e ujit. A na ndihmon Roz apo na pengon kujtesa për të ecur përpara? Varet nga momenti në cilin ti je. Ka raste që na pengon, ka raste që na ndihmon. Kur na pengon? Na pengon kur ti nuk je pastruar dhe s'ke dal akoma nga, nuk e ke pranuar atë gjë që ka ndodhur. Atëherë ti ngelesh peng i saj. Kur ti e pranon, atëherë ajo bëhet, estetizohet dhe të ndihmon të ecësh përpara. Dhe ti përfton madje disa elemente të reja në marrëdhënie me atë ngjarje apo me ato që kanë kaluar. Unë e dua shumë kujtesën. Unë jam natyrë nostalgjike, ruaj detaje nga e shkuara ime, por jo për të më fundosur, përkundrazi, për gjetur forcë, për t'i parë anën tjetër. Nata e 12 e Shakespeare-it. Çfarë na mëson Olivia për natyrën njerëzore kur përballemi me humbjen dhe mundësinë për t'u dashuruar sërish? Sa e bukur, shumë e bukur, formulimi shumë i bukur. Tani unë kam qenë fiks në një periudhë që unë humba mamin, te kjo shfaqje. Dhe asnjë gjë nuk bëhet, nuk arrihet me një logjik të ftohtë, sidomos në ndjenja. Sigurisht. Kështu që ndjenja ti duhet i lësh të vinë vetë edhe të çlirohesh përballë tyre. Asnjëherë nuk mundesh dot ta përcaktosh vetveten në një situatë. Kështu që pranoje veten ashtu siç je edhe vazhdo. Ec përpara se do të vijë, çdo gjë e bukur vjen vetë. Unë mendoj që ajo që rrezatohet jashtë është një proces i brendshëm që çon. Nëse ti je në disa gropa të errta, prandaj them, unë duhet të çoj dritë, punoj shumë me veten brenda. Duhet të çosh dritë te gropat. Ta dish çfarë ke zemër. S'ka problem, edhe nëse është e keqe, po e di që e kam. Por jo ta shtoj errësirën brenda vetes. Sa ajo reflektohet pastaj, të mbyt edhe jashtë. E drejtë. Regjia e Rozi Kostani, një tjetër vepër shumë e bukur, 3 dimrat. 3 dimrat që ka kaluar Rozi në art edhe në jetë. Kush janë? Në jetë është historia e familjes time dhe është gati e ngjashme. Por çdo element që unë kam futur brenda saj, qoftë me tavolinën, qoftë me shandanin, qoftë me pianon, çdo gjë është e familjes time. Edhe ato të shkruarat poshtë, edhe dora i kam bërë, unë i kam gjithë. Edhe filxhanët, edhe pjatat, edhe çdo gjë. Në art ka qenë pengesa e vazhdueshme që kam patur, që më ka bërë më të fortë për të vazhduar. Unë kam kryer një master regjie që shpesh herë, kam dëgjuar më vonë. Jo po, ajo është aktore, është regjizore, pse bën regjie të rëvër. Unë i kam kryer të gjitha proceset në mënyrë rigoroze. Një lojë gjin, sërish je regjizore. Krejtësisht unike, si gjithmonë. Kur jemi duke luajtur lojën gjin në jetën tonë? Sa e bukur kjo pyetje. Sa herë ne përpiqemi të ikim vetvetes ne luajmë një lojë gjin. Ne nuk duam ta pranojmë realitetin. Dhe këto 2 pleq fëmijë, ne duhet ta ruajmë fëmijën brenda që të vazhdojmë. Se po filluam të krekosemi dhe të marrim gradat e kështu, ne nuk jemi të vërtetë. Dhe po ashtu ndodh me këtë çift. Duan të krijojnë nëpërmjet një loje të sinqertë, krijojnë një marrëdhënie dhe në fakt luajnë të kundërtën. Krenaria është më e fortë. Është më e fortë. Se sa një lojë thjesht për të bërë miq. Edhe dominon. Uni, egoizmi janë cilësi që ne nuk na ikin as kur shkojmë në azil, pra janë shoqëruese të karakterit tonë dhe na ndjekin në çdo hap. Do shkojmë pak te dhelprat? E kam fjalën për dhelprat e vogla. Cila është dhelpra më e rrezikshme? Ajo që vepron haptazi apo ajo që manipulon në heshtje? Ajo që manipulon në heshtje, ajo që në dukje është dakord me ty dhe pastaj nxjerr një shqis tjetër, një përjetim tjetër, edhe ashtu fillon kjo me një skenë. Por në fakt jam përpjekur që te kjo regjin
nga shumë regjina që unë kam parë kështu, se nuk më ka pëlqyer asnjëherë të thonë, të gjithë e kanë gjykuar, paragjykuar për mua që është e keqe, është femër e poshtër, jo. Kam dëgjuar dikur Duhet të veshim këpucët e saj. Duhet të veshim këpucët e saj. Për ta kuptuar. Për ta kuptuar. Nëse ti një femër e trajton thjesht si një plaçk që transportohet nga babai tek burri dhe nuk ka asnjë lloj të drejtë tjetër dhe s'ka as ekonomikisht nuk është e zonja për të bler një palë këpucë, pa t'i bler dikush, edhe kjo gjë besoj është shumë e rëndë për çdo njeri, mos e përcakto femër mashkull, për çdo njeri. Për çdo njeri, e drejtë. Kur inteligjenca dhe kapaciteti i saj është shumë i admirueshëm në fakt, të përpiqen të ta heqin edhe këtë pjesë, thjesht një proces përdorjeje. Edhe për këtë më vjen shumë keq për çdo femër. Edhe jo po shiko çfarë bëri në fund. Ti e detyrove ta bësh atë. Është një sistem i tërë. Është shkak pasojë. Eksakt. Dhe thuhet që femra fut djallin në shishe. Po ti pse e ke çuar që ajo të shkoj deri, pra intuita e saj të filloj të gjej forma të ndryshme për ta bërë atë gjë. Kur ti mund t'i japësh lirinë e duhur dhe mund ta pranosh si qenie. Bukur. Të falenderoj shumë që ishe me mua dhe do rishihemi në teatr. Është kënaqësi e madhe të bisedosh me ty, e dashur Jeri, dhe jam ndier kaq rahat si në shtëpi. Miq, ne kemi ardhur në fund edhe këtë mbrëmje unë dua ta mbyll me një shprehje apo disa vargje të vogla, po e them kështu nga Shakespeare, që thotë: koha është shumë e ngadalt për ata që presin, shumë e shpejt për ata që kanë frikë, shumë e gjatë për ata që vajtojnë, shumë e shkurtër për ata që festojnë, por për ata që duan, koha është e përjetshme. Ah, sa bukur.